Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq, dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Jeni me mua Mateo Kadrion dhe sot kemi disa tema shumë të rëndësishme për diskutuar. Ndaj mos u mbasim fare kohë dhe të nisim direkt me temën e parë. Ja dhe Samsung Z3 Fold, që më në fund është zyrtar. Nuk është më koncept, jo thashë them dhe pajisja me dy palosje që po vjen realisht në treg. Fillimisht del në Korenë e Jugut me 12 dhjetor dhe në Amerikë në fillim të 2026-s. Çmimi për momentin është vetëm në monedhën koreane, rreth $2500 për versionin me 512 GB. Pra, nëse planifikon ta blesh, fillo tani seriozisht me kursimet. Pjesa më e çmendur është ekrani i brendshëm 10 inch 120 Hz adaptiv deri në 1 Hz. Praktikisht është një tablet i vërtet që paloset në dy vende. Mund të hapësh 3 aplikacione krah për krah, gjë që e bën shumë praktik për punë. Ekrani i jashtëm është 6.5 inch, pra më shumë si një telefon normal. Pajisja përbëhet nga 3 panele me trashësi të ndryshme, nga 3.9 mm në 4.2 mm dhe kur paloset arrin 12.9 mm. Jo e holl, por për një pajisje që paloset 2 herë nuk është keq. Samsung madje ka testuar me 200.000 palosje, pra teorikisht të çon deri në 5 vite nëse hap dhe mbyll 100 herë në ditë. Nëse ja hap më shumë se aq herë, problemi nuk është telefoni, je ti. Ka 3 kamera të pasme shumë serioze, një 200 megapiksel kryesore, një ultra wide dhe një telefoto 3x. Ka kamera dhe në ekranin e jashtëm dhe atë të brendshëm. Kapaciteti i baterisë është 5600 mAh, e shpërndarë në 3 panele. Dhe brenda ka Snapdragon 8 Elite si tek S25 Ultra me 16 GB RAM. E vetmja mungesë që do të ndiej, asnjë mbështetje për S Pen. Pra, ky tablet telefon me 2 palosje mund të bëj gjithçka përveç se të lejoj të shkruash me një laps. Megjithatë është një nga pajisjet më interesante që Samsungu ka prodhuar ndonjëherë dhe për vetë faktin që duket sikur po mban një pajisje nga viti 2030. Top Tech në Top Albania Radio. Pajisja e re inteligjencës artificiale që po përgatitet të dalë, thuhet se do jetë më e qetë se iPhone-i. S'ka më shkëlqime, s'ka më njoftime që të shpërthejnë në fytyrë dhe s'ka më aplikacione që të marrin vëmendjen. Ideja është që të krijojnë diçka që nuk të lodh, nuk të shpërqendron, po thjesht punon në sfond si një mjet inteligjent që e ke gjithmonë me vete. Pajisja përflitet të jetë pa ekran dhe aq e vogël sa e mban në xhep. Dhe sipas atyre që e kanë parë, reagimi fillestar është diçka e tipit: "Çfarë kjo? Kjo është thjeshtësi totale." Vizionin e kanë të qartë. Pajisja nuk duhet të duket si Times Square, ku të vinë drita, zhurmat dhe shpërqendrimet nga të gjitha anët. Përkundrazi, ideja është që të duket si një vend pushimi ku pajisja e filtron botën për ty, të jep vetëm ç'të duhet, kur të duhet dhe të lë të jetosh jetën tënde pa shpërthime njoftimesh. Ajo çfarë synot është besimi afatgjatë. Pajisja të njohë, të kuptoj kontekstin tënd dhe të ndihmoj në momentin e dur, jo çdo 30 sekonda. Dhe me sa duket dizajni është aq minimalist sa rrezikon të duket i pafajshëm, por ideja është pikërisht kjo. Diçka shumë e zgjuar, shumë e fuqishme dhe e thjeshtë për të përdorur. Nëse gjithçka ecën sipas planit, kjo pajisje pritet të dalë brenda 2 viteve. Dhe nëse realisht është aq e qetë sa thuhet, do e marrë dhe një për vete. Top Tech në Top Albania Radio. Modeli i ri i inteligjencës artificiale ka thyer rekordin e vet. Dhe jo thjesht ka thyer një rekord, por ka kaluar mbi 80% në një nga testet më të vështira të kodimit. Ky është niveli, ky sistem po na konkuron seriozisht. Versioni i ri quhet Opus 4.5 dhe është modeli i fundit të serisë 4.5 nga Anthropic. Vjen pas 2 modeleve të tjera më të vogla, po ky është i madhi i shtëpisë. Ai që supozohet të di të gjitha dhe të bëj akoma më mirë. Performon shumë mirë në teste për kodim, zgjidhje problemesh dhe çfarëdo që ti hedhësh ti përpara. Fundja pikërisht këto janë ato testet ku dallon një model të vërtet të avancuar. Një aspekt interesant është që modeli po bëhet shumë i mirë në përdorimin e kompjuterit dhe spreadsheeteve. Madje për ta treguar këtë aftësi po hapin për publikun edhe veglat shoqëruese, një shtesë për Chrome dhe versioni integruar për Excel. Të dyja synojnë të tregojnë sa i aftë është modeli në ambiente reale pune, jo vetëm në teste teorike. Ka dhe përmirësime të mëdha në mënyrën se si modeli menaxhon memorien. Nuk është më ideja vetëm të hapësh një dritare të madhe informacioni, por të dish çfarë vlen të mbash mend dhe çfarë jo. Kjo i ka hapur rrugë një funksioni që përdoruesit po e kërkonin prej kohësh, biseda që nuk ndërpritet më kur mbushet konteksti. Sistemi tani di të kompresoj kujtesën në sfond pa e bërë dram dhe pa të ndërprerë ty. Në thelb është thjesht një hap tjetër drejt modeleve që sillen si ndihmës real dhe nuk të pyesin çdo 5 minuta nëse u ka mbaruar hapësira e memorjes. Top Tech në Top Albania Radio.
Comet, browser i ri me inteligjencën artificiale që sapo mbërriti në Android. Ky browser është ndërtuar mbi logjikën, po pse duhet ta bëj gjithçka vet kur mund ta bëj dikush tjetër për mua? Dhe versioni mobil vjen pothuajse me të gjitha funksionet e ati në kompjuter. Mund ta vendosësh si motor kërkimi, mund t'i flasësh dhe madje mund t'i thuash të kontrolloj tabet dhe të t'jap një përmbledhje të gjithçkaje që ke hapur. Nëse je ai tipi që mban 27 tabe hapur, kjo është si të kesh dikë që i bën inventarin me ndimeve të tua. Ka dhe një ad blocker të integruar që është diçka e rrallë për një browser të ri. Përveç kësaj, browseri mund të kërkojë produkte, të krahasojë çmime dhe të tregojë në detaje çfarë po bën. Nuk është më nga ata që punojnë fsherazi dhe pastaj thon mos më pyet. Dhe ky është vetëm fillimi. Në javët në vijim pritet të shohim funksione për veprime të drejtpërdrejta në faqe. Madje edhe një menaxher fjalë kalimesh plotësisht funksional. Kompania duket se po e ndërton shfletuesin si një mjet që nuk ka vetëm kërkim, por të gjithë ciklin e kërkimit, vendimarrjes dhe veprimit. Edhe pse disa kompani të tjera kanë browser me AI, shumica janë ende të fokusuar tek kompjuterat. Ndaj prania në Android është një hap i madh, sidomos kur prodhuesit po kërkojnë ta përfshinë në pajisjet e tyre. Megjithatë mbetet një pyetje e hapur, a do të arrijë një browser inteligjent të konkurrojë seriozisht Chrome-in dhe Safari-n, apo do të mbetet një eksperiment interesant? Të paktën tani ka hyrë në lojë. Top Tech në Top Albania Radio. Nëse mendove se raketa e re që sapo fluturoi me sukses ishte kulmi i ambicjes, duket se historia sapo ka marrë një kthes tjetër. Blue Origin ka prezantuar një variant edhe më të madh të raketës së saj New Glenn, një version super heavy që për ta thënë thjesht është më i gjatë se Saturn V-ja, raketa ikonike që çojnë njerëzit në hënë. Nëpër masa është thuajse në nivelin e Starship të SpaceX, kështu që gara për raketën më të madhe moderne sapo është ngushtuar. Ky model i ri do të ketë në pjesën poshtë 9 motor dhe 4 në pjesën lart. Rritja e fuqisë çon kapacitetin e mbajtjes së ngarkesës në mbi 70 tonë në orbitën e ulët të tokës, pak më poshtë se potenciali teorik i Starship. Përveç shtimit të shtytjes, raketa do të ketë dhe një fairing shumë më të madh për të mbajtur ngarkesa më voluminoze. Ky kapacitet e vendos kompaninë në lojë për misione që kërkojnë transport masiv, si për shembull mega konstelacione satelitësh, misione drejtonës dhe hapësirës së thellë, si operacione të sigurisë kombëtare. Edhe varianti ekzistues ka marrë disa përditësime. Shtytje më të lartë dhe fairing të ripërdorshme, bashkë me ndryshime për të shkurtuar kohën midis lancimeve. Nuk ka ende një datë të saktë për fluturimin e radhës, por gjithçka tregon drejt fillimit të vitit 2026. Dhe mes gjithë kësaj, kompania mund të provojë së shpejti dërgimin dhe uljen e një landeri hënor pa ekipazh. Hapësira pritet të bëhet shumë më e zhurmshme vitet në vijim. Ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do dëgjohemi në episodin tjetër. Mirupafshim nga unë Mateo Kadriu.